Rritja e çmimit të ushqimeve ka zhytur në varfëri të plotë rreth 44 milion njerëz në mbar botën. Alarmi është dhënë nga Banka Botërore, e cila i ka bërë thirrje G20-s të vërë çështjen e ushqimit në krye të agjendës së tyre. Çmimet e drithrave kanë përsuar rritje me 75% që prej qershorit të vitit të kaluar, e më të goditura janë vendet e varfra apo ato në zhvillim. Në një raport të Bankës Botërore thuhet se drithrat janë shtrënguar me 54% në Kirgistan, 45% në Bangladesh, 37% në Tagjikistan, 33% në Mongoli, 31% në Sri Lanka, 19% në Afganistan dhe 16% në Pakistan dhe Sudan. Raporti thekson se çmimet e larta të ushqimeve përbën një ndër sfidat kryesore në vendet në zhvillim, ku një pjesë e konsiderueshme e popullsisë shpenzojnë më shumë se gjysmën e të ardhurave të tyre për ushqim. Ekspertët e Bankës Botërore thonë se nëse çmimet do të vazhdonin të rriteshin duke thyer rekordin e mëparshëm, uria do të kërcënonte rreth 900 milion njerëz në të gjithë botën. Megjithatë, sipas tyre, nuk priten rritje të mëtejshme të çmimeve pasi të mbjellat e dritharave për këtë vit kanë qenë më të mbara krahasuar me vitin 2008. Por ata shqetësohen për faktin se rritja e çmimeve mund të vijë si rezultat i politikave të gabuara në eksportet e këtyre prodhimeve.